për numrin, apo për sa herë duhet të falemi, edhe për këtë kemi hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku e vërteton se duhet të falemi 5 herë në ditët, në më thënë 5 kohë namaz. Vjen te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një person beduin, dhe askush prej atyre që kanë qenë prezent aty nuk e kanë kuptu se çka po flet ai person. Ka fol në dialektin e vet. Edhe kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka kuptu. Pra thot, ai pyete për Islamin. Pastaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha ndër tjerash, ke 5 kohë namaze për obligim gjatë ditës dhe natës. Atëherë ai tha, a kam tjetër përveç këtyre 5 kohëve? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jo, përveç nëse duash diçka të bësh vullnetare. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja përmendi edhe agjerimin. Tha, a kam diçka jashta kësaj? Tha, jo, jashta se të bësh diçka vullnetare. Po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja përmendi edhe zeqatin. A kam diçka jashta asaj? Thot, jo, përveç se nëse duash, do më thonë, diçka vullnetare. Ai atëherë tha, pasi që i dëgjoj gjitha këto fjalë, tha, vallahi, unë tha nuk shtoj as pak, e as nuk paksoj nga kjo. Atëherë thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, me të vërtet ky person është i shpëtuar. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi.